Problematika është evidente sa herë që rruga ju bie nga kjo pjesë e qytetit. Krahas mbeturinave të shumta që këtë pjesë të qytetit të Skënderajt e ka shndruar në deponi, vërehet edhe një lloj tjetër mbeturinash. Shiringa, tableta, gipse e fasha me gjak. Janë ato që ka shes sa po hedh syt nga ajo pjesë. Të shqetësuar për kiksin u shprehën banorët e kësaj lagjeje, e madje edhe kalimtarët aty. Rreziku që kanosin mbeturinat mjekësore po bëjnë Naile Hamitin që të ndërroj rrugën sa herë që i duhet të kaloj andej pari. Po qështë të ndërrojmë, po gjithsesi, nuk hypet mi këtu, të huftet nëj shiling, nëj gjylpon, nëj qas ka kësajde, qas ka. Infektimi është krejt që ka kalon në përmendjen e 58 vjeçares sa herë që syti ndeshen me këto pamje. Ato janë infektuse kudo që hudhen. Aja është një të merë, ka të shkojmë, shkelëm tu, kalojmë, si mbledh askush, mbeturinat besani. Kontakti i fëmijëve me këto shiringa e mbeturinat të tjera ishte shqetësimi i secilit qytetar me të cilën Kiksi bisedoi. Jo, nëse i lëshojnë fëmijën edhe i lëshojnë, qështë si janë të rrezikum, jo e dini që ato krejt smundjet vinë nga infekcionet. Normal që janë helmuse, pengojnë se janë në ambient hau, por mundën me kontaktu fëmijët me të, por edhe njerëz të smut, edhe ndikojnë tani. Besoj që janë të rrezikshme sidomos për fëmijët e vogël, për shkak se nuk e kanë kujdesin dhe vëmendjen e dur, dhe besoj që mundën me i prek deri nëse ato i prekin ose i përdorin, mundën me bën infektime të ndryshme. Meraku nuk e kishte lënë të qetë gjithë ditën 78 vjeçarin Rustem Berisha, i cili nga dritari Abanesës një ditë kishte parë disa fëmijë teksa luanin nëpër ato mbeturina. Se kum po ditë do fëmijë që ishin ra poshtë atje, lypshin diçka. Po për zotin se e kam që këne ballkonin, edhe për i këshyri lushin aty poshtë në loga, lypshin diçka, çfarë po diun çfarë bëshin. Ekrem Mehmeti, i cili thjesht kishte kaluar nëpër këtë pjesë të lagjes, thotë se asnjëherë nuk do kishte dashur të jetonte nëpër një hapësirë të tillë. Unë isha shqetësu shumë, edhe nëse kisha pas një zgjidhje tjetër, s'kisha jetuar në këtë hapësira ku nuk bëhet menaxhimi i dur dhe adekuat. Të një mendimi qytetarët e Skënderajt ishin edhe kur erdhi puna tek institucionet. Sipas tyre, inspektoriati do duhej të reagonte në mënyrë të ashpër në raste të tilla. Drejtoritë janë mas pari, drejtoritë e klinikave janë fajtore, pastaj edhe mbikëqyrja e inspektorëve. Jo i dini që inspektor duhet qytetin me menaxhu. Këtu duhet për shembull merr organet kompetente, kompanitë e pastrimit apo komuna me përqes për të me si mi uzu ata mi hik apo mi pastru ose kompania që i kalon këtu mbeturina.